Mirë se erdhët. Sot do të bëhemi pak si detektiv financiar. Do të shyremi thellë në një nga temat më kritike të auditit, duke e parë procesin e auditit të hyrave si një hetim të mirëfillt, ku çdo shifër ka një histori për të treguar, dhe detyra jon është të sigurohemi që ajo histori është e vërtetë. Dhe për të kuptuar sa serioze është kjo çështje, le t'ja nisim me këtë shifër tronditse. Sipas një studimi të rëndësishëm, plot gjysma e të gjitha mashtrimeve financiare lidhen pikërisht me njohjen e gabuar të hyrave. Kjo pra na tregon menjëherë pse kjo fushë është kaq delikate dhe pse kërkon vëmendjen tonë maksimale. Pra, ja si do ta zbërthejmë rastin ton sot. Së pari, do të kuptojmë pse të hyrat janë kaq me rrezik. Pastaj, do të analizojmë skenën e krimit, pra vetë ciklin e shitjeve. Do të vlerësojmë sistemet e sigurisë ose kontrollet e brendshme, do të shohim si mbledhin provat tona dhe në fund do të nxjerrim konkluzionet. Le t'ja fillojmë. Pra, pyetja e parë dhe më e rëndësishmja, pse të hyrat janë një vatër zjarri për auditorët? Përgjigjja ka të bëjë shumë me psikologjinë. Të hyrat janë ato që i tregojnë botës se sa mirë po ecën kompania. Dhe kur ka presion për treguar rezultatet mira, rritet edhe tundimi për t'i fryrë pak shifrat, qoftë nga gabimet, qoftë qëllimisht. Dhe duhet të kuptojmë që nuk është thjesht çështje matematike. Kemi të bëjmë me parime kontabël, që mund të jenë goxhat ndërlikuara, kemi vlerësime subjektive, për shembull sa nga borxhet do të mblidhen realisht, që është një hamendje e arsimuar, por prapse një hamendje. E mbi të gjitha, kemi presionin e vazhdueshëm për të arritur objektivat. E gjithë kjo e bën procesin shumë të ndjeshëm. Në rregull, tani që e kemi identifikuar rrezikun, është koha të inspektojmë skenën e krimit. Çdo hetues i mirë duhet ta njohë terrenin ku operon. Për ne, ky terren është cikli shitjeve. Le të shohim se si funksionon ai hap pas hapi. Mirë, në pamje të parë kjo mund të duket pak e ngatëruar, por në fakt është një hartë e thjeshtë. Çdo gjë nis këtu, me porosinë e klientit. Më pas, procesi kalon si një stafet nga një departament në tjetrin. Miratohet kredja, mallrat dalin nga magazina, lëshohet fatura dhe në fund parat arkëtohen. Për ne si auditor, çdo njëra prej këtyre kutive është një pikë kontrolli, një vend ku gjërat mund të shkojnë mirë ose mund të shkojnë keq. Le ta thjeshtojmë edhe më shumë. Të gjitha të proces mund ta përmbledhim në 4 faza kryesore. E para, pranohet porosia. E dyta, dhe kjo është thelbësore, aprovohet kredia. Pra, a do të na paguajë klienti. E treta, malli dërgohet. Dhe e katërta, faturohet dhe regjistrohet gjithçka. Çdo shitje pa përjashtim i kalon këto 4 porta. Okej, e dim se si duket procesi. Tani, çfarë bëjmë ne? Gjëja e parë që bën një hetues është të vlerësojë sistemin e sigurisë. A ka alarme? A ka kamera? Në botën tonë, kjo përkthehet në si janë kontrollet e brendshme të kompanisë. A janë thjesht rregulla të shkruara me letër apo vërtet funksionojnë? Në thelb kjo është pyetja. A janë muret mbrojtëse të kompanisë të larta dhe të forta, apo ka plot të çara ku mund të rrshqas një gabim ose, më keq akoma, një mashtrim? Sepse këto politika nuk janë thjesht për zbukurim, ato supozohet të jenë linja e parë aktive e mbrojtjes. Dhe elementi më i rëndësishëm i kësaj mbrojtjeje është një koncept i quajtur ndarja e detyrave. Mendojeni kështu: nuk do t'i jepnit çelësat e kasafortës personit që numëron parat dhe që bën edhe depozitën në bank, apo jo? Ideja është e njëjtë. Personi që miraton shitjen s'mund të jetë ai që regjistron faturën apo ai që merr parat. Kjo ndarje thjesht e pushtetit e bën shumë më të vështirë që gjërat të manipulohen. Këtu kemi një shembull perfekt. Shikoni, funksionet e kontabilitetit janë këtu nën Lawrence Steele, ndërsa operacionet, pra ata që dërgojnë mallrat, janë këtu nën John Watson. Këto dy bote janë të ndara. Ekipi Watson nuk mund të hyjë dhe të ndryshojë librat e kontabilitetit të ekipit të Steele. Ky mur ndarës është thelbi i një kontrolli të mirë. Por, a mjafton vetëm të kontrollojmë sistemin e sigurisë? Absolutisht jo. Edhe nëse duket sistemi më i mirë në botë, detyra jon është të mos besojmë verbërisht. Ne duhet të dalim dhe të mbledhim provat tona në mënyrë të pavarur, dhe këtë e bëjmë përmes procedurave thelbësore. Këtu fillon puna e vërtetë hetimore. Dhe është e rëndësishme të kuptojmë këtë ndryshim. Testet e kontrollit i bëjnë pyetjen apo ndiqen rregullat. Pra, apo funksionon sistemi siç duhet, ndërsa procedurat thelbësore bëjnë një pyetje tjetër, shumë më direkte. A janë këto shifra të sakta? E para teston procesin, e dyta teston rezultatin final. Të dyja janë të domosdoshme. Kjo tabel na tregon se si çdo veprim që bëjmë, pra çdo procedurë, lidhet me një qëllim specifik, me një objektiv. Për shembull,
pse i kontaktojmë direkt klientët? Për të vërtetuar se llogaria ekziston vërtet. Pse analizojmë se sa borxhe janë të këqija? Për të testuar vlerësimin. Çdo teknik ka një mision të qartë. Dhe nëse ka një procedurë që konsiderohet mbreti i provave në këtë fushë, është pikërisht konfirmimi direkt me klientët. Pse? Imagjinoni pak, një gjë është të shohësh një faturë në sistemin e kompanisë dhe një gjë krejt tjetër është të marrësh një letër nga klienti që thotë, "Po, e konfirmoj, unë i detyrohem këtë shumë kompanisë." Prova nga një burim i jashtëm dhe i pavarur është thjesht ari i pastër për ne. Mirë, e kemi kryer hetimin ton. Kemi parë rreziqet, kemi analizuar procesin, kemi vlerësuar kontrollet dhe kemi mbledhur prova. Tani është koha për verdiktin. Çfarë duhet marrim me vete nga gjithë kjo analizë? Pra, le ti përmbledhim. Numër 1, të hyrat janë gjithmonë një zonë me rrezik të lartë. Pik. Numër 2, ndarja e detyrave nuk është opsionale, është thelbësore për një kontroll të brendshëm të fortë. Numër 3, duhet të dimë gjithmonë se çfarë po kërkojmë: ekzistencë, plotësi, saktësi. Dhe numër 4, konfirmimi i llogarive të argëtueshme është një procedurë standarde, thuajse e detyrueshme. Dhe gjithë kjo na çon në një pyetje thelbësore, një pyetje që çdo auditor ja bën vetes çdo ditë. Ku mbaron mbështetja te kontrollet e klientit dhe ku fillon detyrimi ynë absolut për të verifikuar gjithçka në mënyrë të pavarur? Të gjesh këtë ekuilibër mes besimit dhe verifikimit, mes efikasitetit dhe skepticizmit, e po pikërisht ky është arti i auditimit.